Çfarë duhet të zgjidhim CEO, burra apo gra? Nëse je në formën që ti do të ndërtosh drejtimin e ardhshëm dhe të duhet dikush i cili të merret me njerëzit, janë gratë. Nëse të duhet për diçka e cila është autokratike dhe shumë hierarkike, janë burrat. Po dëgjoni podcastin me gjithësisht Elida. Mirë se erdhët sërish koleg. Mirë se erdhët në udhëtimin së bashku. Në fakt jam tek Lugina e Vlorës, edhe jam duke vajtur te bypassi. Një kohë e mrekullueshme, një qiell i jashtëzakonshëm. Flas ka kombinime rresh aty lart që vetëm më ndalosh, ndërkohë që po rregulloja videon, po shikoja edhe është që mund të lexosh gjëra nëpër ato format e reve, domethënë ka si figura shumë të bukura. Po një qiell i pastër, një gjë shumë e bukur dhe është jugu jonë, çfarë të themi. Okej, sot në fakt do të vazhdoj me një pyetje, me përgjigje në një pyetje që mora pas masterclassit që ju thash. Fola në episodin e kaluar, folëm për çfarë ndodh me kompanitë kur ato kanë ose s'kan vizionin dhe operacionalitetin, të themi. Ose që din ku shkojnë dhe çfarë bëjnë ditë për ditë. Një pyetje tjetër që më bëi gjatë masterclassit dhe nuk kisha kohë të përgjigjesha dhe ju thash të kthej përgjigje nëpërmjet podcastit, dhe atë po bëj. Është shumë e rëndësishme të kuptojmë që këto pyetje shpeshherë bëhen sepse është interesi i drejt për drejt e atyre që janë atje, që janë vendimarrësit, dhe interesi ishte, me çfarë do të merremi së pari, me vizionin apo me pjesën operacionale, dhe pyetja e dytë ishte çfarë duhet të zgjidhim CEO, burra apo gra? Më lejoni të them që e para fare njëherë, personalisht, dhe këtu do thoshja po t'isha atje, unë kam qenë grua në biznes, që e vogël, domethënë, edhe unë nuk kam ndirë ndonjëherë, me thënë të drejtën, që të jem skualifikuar për shkak se kam qenë grua. Kjo qoftë edhe për faktin që ndoshta s'ma kanë bërë aq hapur, aq qartë, po unë gjithmonë kam menduar nga çdo humbje, nga çdo skualifikim, nga çdo mosfitim, unë jam ulur dhe kam parë çfarë nuk kam bërë unë mirë, dhe herën tjetër e kam bërë shumë mirë. Dhe mund të them që me bindje që unë nuk jam ndirë e skualifikuar ndonjëherë për shkak se kam qenë femër. Dhe flas në biznes në Shqipëri, flas në troje me shqiptarin, flas në botë, dhe ajo që e them me bindje është që ajo që ka triumfuar ka qenë gjithmonë meritokracia. E thënë kjo, nuk do të përjashtoja absolutisht asnjëherë rastet kur kjo meritokraci mungon. Patjetër që mungon, unë nuk e di që kjo të jetë një gjë e re mbi pamjen e dheut. S'ka si gjë të re në pamjen e dheut, thot Bibla. Të gjitha janë bërë dhe janë stërbërë përpara. Në cilin regjim nuk ka pasur nepotizëm, apo të dhënë edhe rekomandimeve, apo të lidhjeve të ndryshme etj. Shiko, këto të gjitha janë, po këto për mua nuk zhbëjnë dhe nuk heqin mundësinë që kur dikush punon fort, qoftë femër apo mashkull, ka dalë mbar. Le të kthehem tek pyetja konkrete. Pyetja konkrete është, kë duhet të zgjedhim? Të zgjedhim CEO gra apo CEO burra? Në fakt, nëse do të flisja nga përvoja ime, dhe më lejoni të flas vetëm nga përvoja ime, vetëm nga ato që unë studioj, vetëm nga ato që unë shikoj, nga statistikat e mia, nëse do analizoja karakteristikat dhe sukseset e CEO-ve femra, do vija re që janë dy gjëra që realisht janë shumë të dukshme. E para fare, gratë janë më people oriented. Pra, nëse në kompaninë tënde të i dashur pronare, grup aksionerësh, ju doni të shkoni me drejtimin e të drejtojnë përmes njerëzve, pra investimi juaj më i madh do të jetë tek njerëzit, gratë janë më të mira për ta bërë këtë gjë. Janë më empatike, janë më emocionale, janë persona që kanë më shumë durim për të rritur një brez të ri drejtuesish, dhe janë persona që arrin ta kuptojnë shpesh herë që e vetmja rrugë për të ecur është shpesh herë ana akademike. Pra janë persona që lexojnë shumë, që punojnë shumë. Ju thash edhe një herë, këto nuk janë rregullat të ngrira. Unë po flas nga përvoja ime. Hapa ato dokumentat e mia, edhe pash këto që po ju them. Nga ana tjetër, gratë janë prap në pjesën që unë do të thosh asaj takon marrjes së riskut financiar, janë shumë më të kujdesshme,
do të thoshja shpeshherë penguese të ecjes përpara, nëse duhet marr një vendim i cili ka të bëjë shumë me një risk financiar. Ajo që unë kuptoj është që një arsye shumë e fortë është sepse duan të provojnë që kanë të drejtë. Nga ana tjetër do të thosha që burrat janë më të prirur në marrjen e rrezikut financiar. E para dhe dyta janë më të prirur nëse në kompanitë tuaj është momenti që leadershipi juaj situacional duhet të drejtohet në atë direktiv, në drejtimin, të themi, autoritar. Pra nëse kompania është duke dalë nga një zonë lufte, që quaj unë, që duhet patjetër of the of this, patjetër që do duhet dikush i cili duhet ketë në një farë mënyrë një dorë të hekur. Gratë, edhe kur e bëjnë këtë gjën, në përvojën time, shpeshherë ndihen shumë të paragjykuara, kanë një vetë paragjykim të jashtëzakonshëm, bëjnë disa zgjedhje në të cilat janë vazhdimisht duke thënë a është kjo mënyra dur, a është kjo mënyrë dur, dhe mundohen me çdo kusht, edhe kur i duhet të zhdukin pjesë të tëra të kompanisë, kur merren me largimet e njerëzve janë shumë emocionale. Ndërsa burrat i kam parë që janë më racional. Pra, gjithmonë aty ku ne punojmë bashkë nuk është se do të shkelen mbi këta njerëz. Gjithmonë janë disa paketa që përgatiten, por mbi të gjitha është që biznesi duhet të mbijetojë sepse janë familje të cilat rrojnë prej këtij biznesi. Dhe e fundit që kisha, në ndryshim gratë nga burrat kur janë si CEO, nëse do doni të zgjidhni një burr i cili është i aftë dhe ka, domethënë, le të themi që në procesin tuaj të rekrutimit, në fund fare ka dalë një burr, një grua dhe i kanë të gjitha kompetencat e tjera, kanë aftësitë e njëjta, kanë, të themi, të kaluarën profesionale, kanë të njëjtë. Pra vinë si një paket që është e njëjtë dhe vetmja diferencë bëhet tek gjinia. Unë do të thoshe që kjo prapë duhet jetë dalë në shkallë të dytë. Një gjë që unë do ta thoshe që e them shpesh dhe u a them tyre që janë vendimarrësit, kur merr dikën në punë, ulu dhe shiko si është kemistria profesionale, pra afërsia profesionale, që do të thotë sa dhe si me këtë person, pavarësisht gjinisë, ti mund të gjesh fjalën, ti mund të kuptohesh, ti ndjen mbi të gjitha që ky person sjell një sër aftësish që ti nuk i ke. Dhe kjo mund të bëjë diferencën dhe mund të vendosë në fund fare. Unë do të thoshja gjinia duhet të jetë nga më të fundit. Kur është rasti kur në këtë bisedë të fundit të CEO-s, të vendimarrësit që do marrë CEO në punë, është ajo duhet të anojë nga gratë, siç thash, është në cilën kurbë, në cilën pjesë të kurbës së biznesit është biznesi juaj. Nëse je në formën që ti do të ndërtosh drejtimin e ardhshëm dhe të duhet dikush i cili të merret me njerëzit, janë gratë. Nëse të duhet për diçka e cila është autokratike dhe shumë hierarkike, janë burrat. Duke thënë këtë, jam e bindur që flas për një rregull super të përgjithshëm, i cili përbëhet edhe nga shumë përjashtime. Përjashtimet kanë qenë të llojit kur një burr i është dashur të përballet me anë emocionale më të lartë, me stafin, dhe kam parë sa shumë energji është harxuar aty, dhe ka pas raste përjashtimore kur gratë ju është dashur të marrin disa vendime, dhe kam parë se sa shumë energji është humbur kur ju është dashur të dalin nga vetja e tyre. Asnjë nga këto nuk është për të ndjekur një për një. Unë besoj që çdo rast kur merret një CEO në punë është një projekt i madh. Siç e tham edhe në masterclass, gjëja kryesore që do të jetë është që duhet marr blerja në klapa e të gjithë hierarkisë së organizatës. Mundësisht duhet çuar atje ku janë projektet, ku janë ato më të vështirat, ku janë ato më të mirat, duhet vënë një provë konkrete, duke marr një pjesë të këtij projekti për ta zhvilluar, po dhe për ta transmetuar tek të tjerët, për të pasur aftësinë, ka aftësinë të transmetojë dhe të drejtojë, të influencojë, të impaktojë, të transferojë njohuritë e veta. Këto shikohen në praktikë dhe unë besoj nëse bëhen këto shumë mirë, gjinia del jashtë një ekuacioni shumë të madh vendimtar. Okej, koleg, duke besuar që kam dhënë një përgjigje për ato që më pyetën, edhe një herë mund të jetë dikush që thotë po ç'më duhet mua kjo si zgjidhet një CEO. E di, por ju e dini që një nga grupet kryesore për të mos thënë shumica e personave me cilët unë punoj janë CEO-t dhe bordet vendimarrëse që janë bordet e aksionerëve, pronarëve, familje pronarësh e tjera.
Kështu që kjo është për ata që unë premtova që do ktheja një përgjigje të gjatë gjërë. Nga ana tjetër kjo mund të shërbejë një CEO-ja që të di shumë mirë ku pozicionohet, kur ata do marrin për shembull stafin e lartë. Prap do marrin të shikojnë çfarë. Siç thash, ka raste kaq përjashtemore, sa unë nuk di të them, kam pasur një rast me një drejtor të burimeve njerëzore që ka qenë një djalë i shkëlqyer, i prerë për burimet njerëzore. Ajo që vura re ishte që pas 15 vitesh punë në burime njerëzore, e pash që bëri një kalim në karrierë dhe ajo që më tha ishte pikërisht kjo që Lida, doja të isha në një moment, në një vend që të mira vendime, dhe shpesh këto vendime mund mos ishin shumë të pëlqyera. Okej, koleg, po e mbyll këtu, duke uruar gjithë bekimet e Perëndis. Miqësisht, Elida. Nëse ke arritur deri në fund të videos, kjo do të thotë që ti je një ndjekës i rregullt dhe ke interes në gjërat që ne bëjmë. Nëse është ky rasti, lutem më kontaktoni. Ne mund të futemi shumë mirë në një nga programet e mia dhe të marrim të shikojmë çfarë është gjëja që të bën më shumë mirë ty në momentin që ti je në përgjithësimin e karrierës ku ti je, në ecjen që ti ke bërë. Dhe jam e bindur që ti mund të bashkohesh një armate të madhe njerëzish të suksesshëm me të cilët ne punojmë. Prej të cilëve ne në mënyrë të vazhdueshme secili nga ne mëson, por jo vetëm kaq. Krijojmë një network, krijojmë një rrjetëzim që është i jashtëzakonshëm. Kur kanë të njëjtën ide që ndahet, që është të qenit me mendje të hapur, të qenit i gatshëm të ndihmojnë njëri tjetrin dhe të qenit vazhdimisht në tregun e punës për të dhënë më të mirën tonë. Nëse është kjo që të ka sjell tek podcasti im, të lutem më shkruaj. Të lutem, është shumë e kollaj të më gjesh, ndoshta në Facebook me Lida Motro, ndoshta në Instagram që është Emi Coaching and Consulting, e gjeni kollaj fare, ose dhe në YouTube. Mundësitë e lidhjes janë të jashtëzakonshme. Mundësitë nga të cilat ju do përfitoni nga kjo lidhje nuk ka të bëjnë me mua, ka të bëjnë me gjithë rrjetin e njerëzve me të cilët do të bashkëpunoj. Uroj t'ju shoh nga brenda programeve të MCC. Ju uroj gjithë bekimet e Perëndis. Miqësisht, Elida.